Por, Joana, qëndrojmë në komunikim se ky është zhvillim i rëndësishëm për diskutuar formacionet zyrtare. Formacionet zyrtare dhe ndryshime tek Silvinjo, sepse do të luajmë thuajse, okej, në fakt, kjo është një vendosje e UEFA-s, por thash me 2 sulmues, broja më shumti mund të luaj dhe në ansor. Formacionet zyrtare Shqipëria luan me, faleminderit kolegëve në regji që kemi me njerë gati, Strakoshën në port, deri pak më parë kemi parë formacionet e mundshme. Strakosha në port, mbrojtja me 4 patjetër nga e djathta në të majt. Luan Elseid Hysaj. Elseid Hysaj është i vetmi mbjetuar nga Beogradi. Kur themi mbjetuar nga ata futbollistë të ekipit kombëtar që kanë qenë edhe në ndeshjen e 14 tetorit të vitit 2014 është i grumbulluar tani, do të jetë titullar në krahun e djathtë, nuk luajti në muajin mars Hysaj për shkak dëmtimi dhe është titullar. Në qendër të mbrojtjes ka pasur gjatë gjithë këtyre ditëve një balotazh. Kapiteni Berat Gjimshiti dihej që kishte vendin e sigurt për eksperiencën dhe gjithçka i përcjell ekipit, por kush do të luante në krahun e Gjimshitit? Arlinda Jeti, Ardian Ismaili apo Mara Shkumbulla. Silvinjo ka zgjedhur Arlinda Jetin, partner të Berat Gjimshitit. Në krahun e majt, Mario Mitaj nuk ka luajtur në ndeshjen e muajit mars për shkak dëmtimi, rikthehet dhe titullar Mario Mitaj. Më pas, në mesin e fushës, kemi pashtu një surprizë. Nuk është titullar Ylber Ramadani, si që ka luajtur shpesh dhe zakonisht, por është Julian Shehu. Julian Shehu, i cili është grumbulluar në ndeshjen e muajit mars me ekipin kombëtar dhe atë ndaj Andorrës se ka luajtur titullar. Është një mesfushor me potencial fizik dhe që ka dhënë sinjale të mira. Kështu që nuk luan Ylber Ramadani, luan Julian Shehu, Kristian Aslani, mesfushori i Interit patjetër është titullar edhe Qazim Laçi. Pra pak a shumë kjo është treshja e mesit fushës përtej kësaj vendosje që ka bërë UEFA. Në fakt më së shumti një informacion 4-3-3 i Shqipërisë ose 4-2-3-1. Pra 4 në mbrojtje, Aslani, Shehu dhe më pas kemi Laçin që do të jetë më në qendër të mesit fushës, nga krahët Arber Hoxha dhe me shumë mundësi do të jetë Armando Broja. Të paktën Armando Broja luajti në krahun e djathtë të sulmit në vend të Yasir Hasani ndeshjen me Andorrën dhe Rej Manaj titullar që ndoshta do të jetë sulmuesi apo pyka e vetme. E theksoi edhe një tjetër që vendosje e UEFA-s dhe jo gjithçka është siç po e shohim ne në këtë grafik të UEFA-s ku është formacioni zyrtar. Edhe një herë, Tomas Strakosha në port, në mbrojtje, Hysaj, Erlinda Jeti, Berat Gjimshiti, Mario Mitaj, në mesin e fushës, Kristian Aslani, Julian Shehu, treshja që do të luajë pas shpinës së Manajt, me Armando Brojën që besoj do vendoset në krahun e djathtë, Qazim Laçi në qendër, Arber Hoxhën, titullar Arber Hoxhën në krahun e majt edhe në qendër të sulmit Rej Manaj. Shkojmë tek serbët. Tek serbët në fakt është pak a shumë ajo një 11-she që ne kemi pasqyruar më herët si një formacion të mundshëm. Por ju referuam mediave serbe dhe mediat serbe në një farë mënyrë nuk kanë gabuar, e njohin më mirë trajnerin apo skuadrën e tyre. Tek serbët në port Petrović, Đorđe Petrović, mbrojtja me 3, siç e kemi bërë me dje, Eraković, Nikola Milenković dhe Strahinja Pavlović, mes fusha me 4, nga krahët janë Zivković në krahun e djathtë, Terzić në krahun e majt, Lukić dhe Maksimović në qendër të mesit të fushës. Me 2 sulmues kryesor Serbia, jo thjesht me 2 sulmues, por me 2 qendër sulmues, lojtar shumë të fortë edhe fizikisht, kapiteni numri 9, Aleksandar Mitrović, nga ata që kanë qenë edhe në Beograd, kanë qenë edhe në Elbasan në 2014-2015, dje doli konferencë edhe për media, dhe Dušan Vlahović, sulmuesi i Juventusit, që është një nga lojtarët kryesor patjetër. Dhe po ashtu luan edhe Lazar Samardžić, një mesfushor mëngjerash në fakt, po një mesfushor i talentuar që aktivizohet tek Atalanta. Kjo është 11-sja e formacionit të Serbisë. Kështu që lojtar cilësor edhe tek Serbia patjetër, dyshja e sulmit Mitrović, Vlahović, Samardžić, që luan pra pas shpinës tyre edhe një lojtar me shumë cilësi, Lukić edhe treshja e mbrojtjes, lojtar shumë të fuqishëm, shtatlart, edhe shumë të fuqishëm edhe fizikisht. Pra, e marrim Strahinja Pavlović numri 3 me Milan, numri 4 Milenković ka luajtur shumë vite me Fiorentinën, luan me Nottingham Forest në kampionatin anglez. Tashmë edhe Eraković është një mbrojtës cilësor dhe portieri Petrović është një lojtar që
e ka në përgjithësi skuadra e Chelsea, është aktivizuar tek Strasburgu në kampionatin francez, në ligën e parë të kampionatit francez, dhe ka bërë paraqitje shumë të mira të jashtëzakonshme dhe Petrovic. Kështu që trajnerët tashmë po luajnë me kartat hapur, absolutisht, është edhe normale orari kur publikohen përpasur informacionet zyrtare. Dhe këto janë 11 qet, nuk të kemi mundësi që edhe shohim sërish në ekran. Faleminderit. Vetmet ndryshime që mund të jenë. Këto informacionet zyrtare ndeshjes Shqipëri-Serbia vlefshme për kualifikuesit e kampionatit botëror të vitit ardhshëm në SBA, Meksik dhe Kanada. Të vetme ndryshime që kanë drejt bëjnë trajnerët është nëse në momentin e nxemjes në njëri prej futbollistëve shfaq ndonjë problematik, atëherë do të jetë ndryshimi vetëm krahasuar me këto formacione, gjë që pak a shumë rrallë ndodh. Këto janë formacione zyrtare dhe njëherë më shumë më intereson ai Shqipërisë me disa ndryshime Silvinjo, në një farë mënyrë edhe me pak guxim ose me disa balotazhe dhe dilema që janë zgjidhur në këtë mënyrë. Arlinda Jeti në krah të Beradxhi Mshitit, Julian Shehu në vend të Ylber Ramadanit, Hoxha titular, Bajrami në stol, Nedim Bajrami në stol, edhe kjo duhet përmendur. Nedim Bajrami në stol, Hoxha titular në krahun e Majt, Broja me shumë mundësi të luajë në krahun e djathtë në vend të Yasir Hasanit, Rej Manaj megjithëse ka pasur edhe probleme, gjendje me viroz, në fakt do të jetë i gatshëm, Aslani patjetër, Mita i Gjimshiti, Hysaj edhe Strakosha. Rikthehem për pak me kolegen Joana Preja. Po, Joana, ndes sepse ju ndërpreva për formacione zyrtare që shumë rëndësishme në aspektin futbollistik. Ani besoj nuk është se me që edhe ora po afron, ore 7:30, 1 orë 15 minuta nga orari zyrtar i nisjes së ndeshjes, me që edhe ora, gjithë duan fakt sa shohin gazetarë të gjithë tifozët edhe, kam përshtypjen që kjo bëhet edhe sepse luajmë me Serbinë, duan që dalin kamerë dhe të thonë diçka. Joana, kështu që mos u bezdis nga kjo, sepse për këtë sfidë kjo është atmosferë mëse normale dhe një atmosferë e jashtëzakonshme. Nuk besoj që gjithë ata që tifozë janë pas shpinës tënde në bulevardin Kryesor Dëshmorët e Kombit kenë gjithë bilet. Ata do ta shohin aty, do të grumbullohen, do të zgjedhin lokalet. Besoj kjo do të jetë zgjidhja. Në fakt, ata që nuk kanë bilet, në fakt do ndjekin me miqtë të tyre se do vendosen nëpër lokale, apo shumica prej tyre ndoshta do nglidhen edhe në shtëpitë e tyre me grupe për të ndjekur ndeshje. Në fakt që shkon përtej sportit, për shkak të historikut, pasi ka shumë tifoz nga Kosova, Maqedonia e Veriut, të cilët kanë ardhur enkas për të ndjekur këtë ndeshje. Kemi parë dhe kemi folur me shumë tifoz të cilët shprehen që e shohin si një moment historik këtë dhe ishte si një zgjidhje e duhur kjo ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë. E kuptoj. Mirë, faleminderit Joana për momentin dhe shumë shkurtimisht dua me ndihmën e regjisë disa momente pamje të pak minutave më parë që janë shumë bukura, sepse tek bulevardi Kryesor Dëshmorët e Kombit, fakt, me afrimin e orarit ndeshjes, ata që kanë bilet janë zhvendosur drejt sheshit Nën Tereza, sheshit Italia dhe tek stadiumi Air Albania, por pak më parë ka pasur pamje shumë të bukura, si këto që kemi në ekran, vendosur nga tifogrupi tifozët Kuqezi, edhe njerë kjo banderol, pra që Hasmi vjetër nuk bëhet mik i ri, ka pasur nga ta që janë grumbulluar dhe kanë djegur, pra dhe kanë vënë flakën një flamur i serb, banderola që tregojnë gjithë veprimtarin e UÇK-s, ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk kanë munguar. Ja kjo tek piramida këtu në kryeqytet, Hasmi vjetër nuk bëhet mik i ri, atmosfera fantastike, këngë vallet, gjithë veshur me fanelat Kuqezi. Të gjithë tifozët në fakt sa shohin gazetarë në transmetime drejt për drejta janë vetë që afrohen, ndoshta kjo rrallë ndodh pra me tupana, me daulle, afrohen për dë një parashikim të rezultatit apo edhe për të thënë diçka. Këto janë pamjet e pak momenteve më parë. Një pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës janë zhvendosur, kanë mësyrë në Shqipëri, jo vetëm për plazh, por edhe për këtë ndeshje. Kështu që për të kuptuar se si është përjetuar, po përjetohet kjo ndeshje thjesht për te kufirit,